Partia Demokratike e Shqipërisë vijon takimet me seksionet dhe grup seksionet në kuadër të përgatitjeve për protestën e 20 shkurtit. Sekretarja organizative e Degës së Vlorës, Nada Meçorapaj, po zhvillon takime intensive me strukturat, duke theksuar se vendosmëria është e qartë, mobilizim maksimal, organizim dermëder, si dhe bashkim forcash për një ditë që kërkon zërin e çdo qytetari. Sipas saj, 20 shkurti nuk është thjesht një datë, por një qëndrim. Çdo antar i ri që i bashkohet strukturave është një zë më shumë në kërkim të ndryshimit. Thelbi i çdo bisede në këto takime është një: masiviteti i protestës së 20 shkurtit, si dhe angazhimi konkret në terren. Meçorapaj thekson se puna nuk mbetet vetëm në tryeza diskutimi, por shtrihet në terren, der më der, në komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe me çdo zë të pakënaqur nga qeverisja aktuale. Ndryshimi nuk vjen duke pritur, por duke u ngritur bashk, shprehet ajo, duke nënvizuar se protesta 20 shkurtit synon jo vetëm reagim qytetar, por edhe demonstrimin e forcës së bashkimit. Në këtë kuadër është zhvilluar edhe një mbledhje pune me antarët e grupit të punës së grup seksionit nr. 1, ku janë përcaktuar qartë objektivat organizative. Qëllimi mbetet dalja në terren, trokitja në çdo derë, si dhe bashkëbisedimi me çdo qytetar që ndjen pakënaqësi ndaj situatës aktuale. Për organizatorët, 20 shkurti është më shumë se një protestë. Ai përfaqëson një thirrje për dinjitet, për zë qytetar dhe për ndryshim. Strukturat angazhohen të jenë çdo lagje, pranë çdo familjeje, për të dëgjuar shqetësime dhe për t'i kthyer ato në energji. Mesazhi që përcillet është i drejtpërdrejtë: Vlora nuk hesht, Vlora reagon, përfundon Meçorapaj.